Mjeku çudit botën, 1 deri në 3 kafe çdo ditë shërojnë në këto 3 sëmundje. Ja kush duhet ta konsumojë menjëherë. Konsumi 3 filxhan kafe në ditë zvogëlon riskun e sëmundjeve ose sulmi në zemër, sipas një studimi të kryer së fundmi. Ata që e konsumojnë rregullisht kafen kishin 12% më pak shanse për të ndëruar jetë në moshë të re, sipas The Sun. Rezultatet e studimit tregojnë se njerëzit që konsumojnë deri në 3 filxhan kafe në ditë kishin një zemër më të shëndetshme, e cila funksiononte më mirë. Gjithashtu kafeja ngadalëson edhe procesin e plakjes. Përfitimet të tjera shëndetësore thuhet se përfshihen edhe në mbrojtjen nga diabeti, sëmundjet e mëlçisë, demantinat si dhe djegja e yndyrnave në trup. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Studiuesi Dr. Judith Simon tha: rezultatet tona sugjerojnë se konsumi i rregullt i kafes është i sigurt me 0.5 deri në 3 filxhan kafe në ditë dhe ul riskun e goditjeve në tru, të humbjes së jetës nga sëmundjet e zemrës dhe humbjes së jetës nga një shkak tjetër. Dr. Simon dhe ekipi i tij moderuan për 11 vite të dhënat mjekësore të njerëzve që bën pjesë në studim në Mbretërinë e Bashkuar, duke filluar nga një moshë mesatare prej 56 vjeç. Ata zbuluan se ata që konsumonin kafe kishin 21% më pak shanse për të pësuar goditje në tru. Ata që pinin më shumë se 3 filxhan në ditë ose 1 filxhan kafe nuk gëzonin të njëjtat përfitime, thonë studiuesit për Kongresin e Shoqërisë Europiane të Kardiologjisë. Por nuk bëhet fjala për kafen e cila përmban edhe shtojca të ndryshme të sheqerit, por kafen sa më natyrale dhe gjithashtu edhe për të marrë vlerat e tyre shëndetësore, atë duhet ta konsumoni brenda normës së lejuar. Kafeja është një nga pijet më të njohura në të gjithë globin. Për një numër të lartë të përfitimeve shëndetësore, ekspertët e cilësojnë atë si një nga produktet më fantastike të cilën duhet ta keni pjesë të rutinave tuaja të përditshme. Studimet tregojnë se personat që konsumojnë kafe rrezikohen më pak nga disa komplikacione të rënda. Andaj në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i kafes në mënyrë të rregullt. Mund të përmirësojë nivelin e energjisë dhe t'ju mbajë më zgjuar. Kafeina bllokon një neurotransmetues frenues në tru, çka shkakton gjithashtu edhe efekte të mira stimuluese. Kjo do të përmirësojë nivelin e energjisë, gjendje shpirtërore dhe aspekte të ndryshme të funksioneve të trurit, duke bërë atë një zgjidhje shumë të mirë edhe sidomos pas mëngjesit, duke u mbajtur vigjilent për një kohë të gjatë. Kafeja e konsumuar brenda normës dhe pa shtojca të ndryshme të sheqerit mund të jetë një aleat shumë i mirë edhe në trupin tuaj për djegjen e dhiambit të tepërt. Disa studime tregojnë se përfshirja e kafes në dietën tuaj brenda normës lejuar mund të rrisë metabolizmin tuaj në djegjen e yndyrnave të tepërta. Kafeja mund të përmirësojë në mënyrë drastike edhe performancën tuaj fizike. Kafeina mund të rrisë nivelin e adrenalinës dhe të çlirojë acidet yndyrore nga indet tuaja yndyrore. Këto gjithashtu mund të çojë në përmirësim të dukshëm të performancës tuaj fizike. Ndaj konsumi i kafes në këtë rast mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë dhe aleat i çmuar i shëndetit tuaj. Kafeja përmban lëndë ushqyese thelbësore. Kafeina përmban disa lëndë ushqyese të rëndësishme përfshirë këtu: riboflavin, acid pantotenik, mangan, kalium, magnez dhe niacin. Kafeja është një aleat e mirë e shëndetit tuaj edhe në betejën kundër diabetit të tipit 2. Disa studime vëzhguese sipas Healthline tregojnë se personat që konsumojnë një kafe në ditë kanë një risk më të ulët të diabetit të tipit 2, një gjendje e rëndë që prek miliona njerëz në të gjithë botën. Gjithashtu, kafeja është një aleat e mirë e shëndetit tuaj edhe në mbrojtjen kundër Alzheimerit dhe demantinës. Personat që pinë kafe kanë një risk më të ulët që të preken nga Alzheimeri, që është shkaku kryesor i demantinës në të gjithë globin. Gjithashtu, personat që konsumojnë kafe kanë një risk prej 60% më të ulët për të prekur nga sëmundja e Parkinsonit, çrregullimi i dytë më i zakonshëm neurodegenerator në botë. Kafeja mund të mbrojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të mëlçisë, citon Healthline. Personat që pinë kafe kanë një risk më të ulët të pësojnë cirozë, e cila shkaktohet nga disa sëmundje që prekin mëlçin.
ulë riskun e depresionit dhe ju bën të ndjeni më të lumtur. Ekspertët e cilësojnë kafen si një nga alternativat më të mira edhe kundër luhatjeve emocionale, duke ju ndihmuar që të keni gjithashtu edhe një vigjilencë më të madhe kundër problemeve stresuese. Kafeja duket se ulë riskun e shfaqjes së depresionit dhe mund të zvogëlojë në mënyrë dramatike edhe humbjes së jetës, kryesisht edhe për shkak të këtyre komplikacioneve. Kafeja mund të ulë riskun e disa llojeve të radikaleve të lira në shëndetin tuaj. Problemet e mëlçisë dhe kolorektale janë shkaqet e treta dhe të katërta kryesore të humbjes së jetës në botë. Nga këto probleme, pirësit e kafes natyrale dhe pa shtojca të ndryshme kanë një risk më të ulët për të prekur nga këto komplikacione, duke ndihmuar kështu në përmirësimin e shëndetit dhe mbajtjen larg të këtyre shqetësimeve. Ekspertët e cilësojnë kafen si një alternativë shumë të mirë ushqyese, përderisa nuk e teproni me konsumin e saj, vlerat që do të merrni do të jenë të larmishme. Kafeja e cilësuar si një zgjidhje mjaft e mirë, nëse konsumohet brenda normës, nuk mund të shkaktojë edhe probleme të shëndetit kardiovaskular. Kafeja mund të shkaktojë një rritje të butë të presionit të gjakut, e cila zakonisht zvogëlohet edhe me kalimin e kohës. Pirësit e kafes nuk kanë një risk në rritje të sëmundjeve në zemër dhe kanë një risk më të ulët të goditjeve në tru. Kafeja mund t'ju ndihmojë që të jetoni gjithashtu më gjatë, duke u kthyer në një aleat të vërtet të organizmit tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Disa studime e cilësojnë kafen si një nga zgjidhjet më të mira ushqyese kundër këtyre komplikacioneve dhe gjithashtu në rritjen e vlerave të jetëgjatësisë. Ndaj sigurohuni ta konsumoni brenda normës lejuar për të marrë këto përfitime. Disa studime tregojnë se pirësit e kafes jetojnë më gjatë dhe kanë një risk më të ulët për të prekur nga problemet që shkaktojnë edhe humbjen e jetës në mënyrë të parakohshme, vetëm se duhet ta konsumoni brenda normës lejuar dhe asnjëherë me shtojca të ndryshme të ëmbëlsuesve. Kafeja mund të përmbajë gjithashtu nivelin më të lartë të antioksidantëve në dietën perëndimore. Kafeja është e pasur me antioksidant të mirë cilësor, dhe shumë njerëz marrin këto antioksidantë vetëm nga pirja e saj, sidomos në dietën perëndimore kur marrja e këtyre antioksidantëve është shumë e vështirë edhe për shkak të dietës, e cila nuk është shumë e favorshme për mbrojtjen e organizmit. Pirësit e kafes do të përfitojnë shumë nga vlerat e saj. Të pish kafe ndihmon në parandalimin e një sër komplikacionesh, mbi të gjitha në rritjen e vlerave të imunitetit, mbajtjen larg të komplikacioneve të tilla dhe balancimin e shëndetit tuaj në mënyrë të rregullt. Një studim i ardhur nga disa kërkues të Harvardit është zbuluar se të pish 1 deri në 3 kafe çdo ditë mund të ndihmojë me benefite kundër komplikacioneve të ndryshme. Gjithashtu, kafeja redukton riskun e diabetit të tipit 2. I njëjti studim ka zbuluar se risku për sëmundjet e Parkinsonit reduktohet deri në 80%, kështu që edhe risku ndaj problemeve të shëndetit tretës dhe kryesisht të zorës së trash ulën me 25% për femrat. Probabiliteti që mund të preken me probleme të gjirit, gjithashtu gjinia femërore, ul me të paktën 40%. Të pish kafe të ndihmon që të punosh më gjatë. Të pish kafe përpara se të shkosh në punë ose çfarëdo aktiviteti tjetër që mund të keni ose palestre, ndihmon që të punoni më gjatë dhe të keni një performancë dhe një rendiment më të mirë. Kafeja këshillohet të konsumohet pas mëngjesit, kryesisht mbas orës 9 të mëngjesit. Kështu, performanca juaj do të jetë më e mirë dhe gjithashtu nuk do të ndjeni lodhje për të paktën 1 orë e gjysmë nëse merreni me palestër. Të pish kafe kontribon gjithashtu për një jetë më të gjatë edhe më të shëndetshme. Sipas një studimi nga National Cancer Institute është zbuluar se personat që pinë kafe rregullisht, gjithashtu kanë një jetë më të gjatë dhe nuk preken shpesh nga komplikacione të ndryshme, citon Eltlaj. Të pish kafe do të rrisë edhe aktivitetin tuaj të trurit, ndaj konsumit të saj duhet të jetë një zgjidhje shumë e mirë stimuluese dhe pa shtojca të ëmbëlsuesve të ndryshëm, të cilët mund të krijojnë efekte negative. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.